Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj mërkure të datës 18 shkurt 2026, ora 7 nisim emisionin Ora Juaj. Ne qëndrojmë si zakonisht në 2 orët e para dhe të këtij mëngjesi, duke ju përcjellë fillimisht lajmet dhe zhvillimet kryesore në mënyrë përmbledhur patjetër, asaj se çfarë ka ndodhur në vend dhe jo vetëm përmes oranews.tv dhe do të themi pas pak minutash në pjesën e komunikimit të drejt për drejt me ju. 12 vite ferr për Evën, rrëfimin mes Lotësh i Dajës që nuk u dorëzua kurrë si e solla në shtëpi. Ndryshoi identitetin dhe pamjen, por nuk i shpëtoi atentatit, pra pas skenat e vrasjes së Jani Eliajt në burgun grek. Kushtet e përkeqësuara të motit, Vlorë pezulloi lundrimi i tragetit drejt Brindizit. Emra shfryzoni fëmijët për të punuar dhe lypur rrugëve të kryeqytetit, arrestohen 8 persona. Rreshtet e të Borës pushtojnë juglindjen e vendit, bora në fshatin Rovje të Gramshit arrin deri në 20 cm. Ushtronin aktivitet palishëm një apartament me qira, arrestohen 2 kazakistaneze në Tiranë. Kaloi një grua në Kagavi tentoi të dalë nga Shqipëria me 35.000 euro të padeklaruar. Përmbytet rruga kryesore në Orikum. Batica e Detit përmbahet, banorët habiten nga vala e fortë e ujit. E rënë në Tiranë, burri kryen marrëdhënie me qenin te ish fushë aviacionit. Plagët e heshtura të shoqërisë, Miklej, si bullizmi dhe tabut të normalizojnë gjuhën e krimit. Mbështetja s'duhet të vijë vetëm nga institucionet. Halilaj, shoqëria shqiptare, nuk mjaftohet me ndëshkimin e autorit. Të drejtat e viktimave mbeten në letër, avokati Agolli zbardhë realitetin në gjykata. Pagat e gjyqtarëve, gjykata kushtetuese shpall vendimin, pranon pjesërisht kërkesën e togave të zeza. Prokuroria e Apelit kërkon dënimin e Luiz Zellit, ndosja shkon në gjykatën e lartë, caktohet gjyqtari. Inerte dhe Balt në aksin Elbasan Funar, niveli i ujit në rezervuarin aksi 22 rritet ndjeshëm, rrezik dalje mbi dig. Rreshtet në aksin Dushaj Lekbibaj, sillërronje e inerteve, punohet për pastrimin e rrugës. Rreshitja e dheu në Delvin, banorët e lagjes ankohen se rreshitja ka arritur deri në banesat e tyre. Rreshitja e dheu në Delvin, toka afrohet pranë banesave. Emrat mblen vota për Posedon Kukës, GKK jep dënimin për 2 kushërinj. Tiranë u dëmtua teksa punonte me gur fleksibël ndroni 60 vjeçari. Skaduar që në prill 2025, dega e doganës Durrës bllokon 2500 kg miell orizi. Një parashikimin e motit për sot dhe nesër, konflikt mes tërmiturve në Kukës, dëmtohet 15 vjeçari. Aksident tragjik në Lezhë. Mblen vota në zgjedhje, GKK jep vendimin për kushërin Peposhi. Arrest në burg italianin Cosimo Notarfestano, pjesë e grupit që mashtronte përmes call centerave. Zbulohet rrjeti i prostitucionit në Tiranë, arrestohen 2 shtetase nga Kazakistani. Tragjedi në Sukth, 23 vjeçarja ndron jetën në QSUT pas selmimit me fostoksin. Emra shfrytëzoni fëmijët për të lypur në Tiranë, arrestohen 8 persona. Vrasja Kevin Muharremi në Itali, si nisi sherri mes
dy të rinjve shqiptar që përfundojnë në tragjedi. Miftrimi i Ftyrnisë së Korçës uron besimtarët muslimanë për rifillimin e muajit të shenjtë Ramazan. Proceduri shtetase në KKV tentoi të nxirrte nga Shqipëria 34.700 euro pa deklaruar. Ngjarja te Hotel Gjuta, gjykata vendos arrest me burg për të dashurinë e 18 vjeçares plagosur, jepet masa edhe për të tjerë. Daja apel prindërve. Vaksinoni fëmijët ndaj frutit, i formohuni në burime të besueshme. Jepet vendimin në Belgjik, Franz Shopja dënohet 25 vite, Mikael Qosja në Florence Meqja me burgim të përjetshëm. Sheri madh në Xhavzotaj kërcënoi me automatik 38 vjeçarin, arrestohet autori. GKK shpall pretendset një Savide Burg kërkon spaku për grupin e drejtorëve Hajdut të Tiranës. Po luante me top në oborin e shkollës, por e zëm poshtë inertet, i mituri dërgohet me urgjencë te trauma. Emri, komandohet në drejtori i policisë së Tiranës, zëvendëson Merion Ismailin, i cili u pezullua pas hetimeve të spakut për akshin. Modi i keq përfshin Shqipërinë, qafthora mbetet e bllokuar për shkak të ortekëve në zonën e tuneleve, në botë prezencë ujë në tokat bujësore. Modi i keq në jug pezulloi lundrimin në Sarandë, linja me Korfuzin. Rreqet e Borës dhe Shiut shkaktojnë probleme në disa akse rrugore në Korçë, autoritetet apel për goma dimërore. Njëzet e 6 vjeçari në Vlorë, u godit pas koke, prokuroria ndryshon akuzën në plagosje të lehtë. Shkarkimin kaskadën e Drinit thërrisi nivelin e ujrave rrezik për zonën e Nën Shkodrës. Karanja, reforma në drejtësi ka dështuar 200.000 dosje janë të mbartura. Si u moha vatra e frutit në Tiranë. Kopshti karantinua 21 ditë, Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti i Shëndetit Publik fshehën proces verbal. Emri aksioni i spakut për call centera në Tiranë, arrestohet një shtetas italian dhe 6 persona të tjerë. Tenderi Florint i Benet Becit në kesh, si u vun burrë e grua në shërbim të biznesmenit. Të tjerë gra e fëmijë në Siri, gjyshi Elvin Berishës kërkon ndihmë për të kthyer në shtëpi nipin e dytë. Shohim zhvillimin nga politika ndërkohë. Noka në zonën e Alidemit, në datën 20, të gjithë në shesh, ai që vjedh mundimet e një populli të varfër është kusari më i përshtirë. Vengu takohet me komandantin Kadusi Lamën, ministri ushtarak i shkëlqyer dhe burr i madh i vlerave kombëtare. Karanja, ngërçi kushtetues pasojë e ligjeve të paqarta të reformës në drejtësi, duhej ndërhyrje sipas praktikës së Strasburg. Ndryshimet në kodin e procedurës SEFA nuk shoh qëllim të fshehtë në vonesën e vendimit, afati është 15 ditor. Maho, vizita e drejtorit të INL-s, sinjal për krizën në sundimin e ligjit, reagimet politike pasojnë presionin ndërkombëtar.
Vokshi denoncon situatën në QSU-të. Pacientja me serum në dorë e shtrirë në karrigën e korridorit. Nisma e Partisë Socialiste për pezullimin e ministrave. Vasili s'ka ardhur nga qeveria, propozimi nga deputetët dhe ka kaluar direkt në parlament. Foltorja në Krujë, Byllëkbashi të bashkohemi të gjitha partitë opozitare në një front. Spiro Pali mirëpret komisionin e punëve të jashtme të PS, mbështetja e procesit të antarësimit në BE, investim i vyer. Protesta opozitare 20 shkurtit, balliu në takim me demokratët e njësisë numër 16 në Tiranë. Jemi gati për të premte. Nisma e Partisë Socialiste për ndalimin e pezullimeve të ministrave. Komisioni Evropian po ndjekim situatën për ne, lufta ndaj korrupsionit, prioritet. Gjigjo, Partia Socialiste ndryshon kurs nga kundër korrupsionit të ligji që mbron të akuzuarit. Janë fatkeqësia më e madhe. Berisha nga foltorja në Krujë. Partia Socialiste me në krye Ramën ka 3 shtylla kryesore: vjedhjen, mashtrimin dhe krimin. Berisha nga Krujë uron pavarësinë e Kosovës. Të 18 dhjetor, Kosova vjen si një shtet shembull demokracie. Telefonata e Ramës me Hashim Thaçin, urimi për pavarësinë e Kosovës. Sot komandanti ishte si asnjëherë i qetë në zonin e tij. Blushi, Shqipëria është kthyer në një kazan vetulinash për produkte të skaduara nga të gjithë vendet e botës. Ministria e Shëndetësisë i përgjigjet Korreshit, Spitali Lushnjës vijon të ofrojë shërbime në kushte të sigurta. Drafti për qeverisjen elektronike miratohet mes debatesh në komision, 8 vota pro dhe 1 kundër. Video gjendja alarmante në Spitalin e Lushnjës, Korreshi denoncon te dera e morgut shkruhet mos parko. Nisma e Partisë Socialiste për pezullimin e zyrtarëve të lartë. Berisha, kushtetuesja, e ka rrëzuar të marrëzi që në 2002. Kërcënoi votuesit, SPAK kërkon 1 vit e 6 muaj burg për kryebashkiaken socialiste Marina Bufi të mos ushtrojë funksione publike. Pas seanca e parë për pezullimin e diellës, avokati Anila Pishës kërkon shtyrje. E ngarkuara e SHBA-s në Tiranë zbarkon në zyrat e kuvendit takim informal me Pelesh. 18 dhjetori i pavarësisë Kosovës, Spiro Pali ditë që kujton sakrificën, qëndresën dhe vendimin e një populli për të jetuar i lirë. 18 vitet pavarur, Tirana zyrtare uron Kosovën bashk jetë e motë. Arben Malaj po përdoren patronazhistët për të firmosur afera korruptive. Vjen me zhvillimet nga rajoni. Bosnia Hercegovina goditet nga tërmeti, epiqendra dhe magnituda. Deputetja britanike Kearns, populli i Kosovës meriton paqe, siguri dhe dinjitet. Inter, bastone kërkon ndjes Lautaro Martinez dhe Barella te konferenca e shtypit të
qëndruar pranë. Përmendet Vučić, Kurti kërkon gjykatë speciale ndërkombëtare për krimet me Sarajevo Safari. Shansi i madh i Shqipërisë për medalje olimpike, Lara Kulturi starton e para në slalomin e preferuar. Konjufsa nga Haga, askush nuk mund të shkel mbi ushtrinë çlirimtare të Kosovës, vlera themelore e shtetit do të mbrohet. Ndron identitetin, mbolli dhe flokët për t'i shpëtuar atentatit, zbardhen detaje nga vrasja 49 vjeçarit në burgun e Korridalos. 18 vite pavarësi. Erdoani dërgon letër Vjosa Osmanit. Mbështetja e Turqisë për Kosovën vazhdon. Jushi, mbrojtja e liderëve të UÇK-s, optimiste prokuroria pa kontekst historik në Hag. Beogradi viktimizohet në 18 vjetorin e pavarësisë Kosovës. Petkovi, serbët janë populli më i rrezikuar në Europë. Seliani bashkohet marshimit ndaj shkrerëve të UÇK-s, ish deputeti nderojnë burrat dhe gratë që u ngritën mbi veten për liri. Në Bytyqi, gjykata speciale është politizuar, nevojitet reagim unik për mbrojtjen e ish-krerëve të UÇK-s. Përtej festës, fokusi ishte te plagët e luftës, Bekolli mbi 100.000 pjesëmarrës në marshim, mesazhi drejtuar BE-s ishte i qartë. Policia e Kosovës aksion në veri, sekuestrohen sende të paligjshme, nuk raportohet për të arrestuar. 18 vjetori i Kosovës, Zymberi, jo vetëm festimi i pavarësisë, por edhe marshim për drejtësinë e ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në 18 vjetorin e shtetësisë, kryekuvendari i Maqedonisë Veriut riafirmon mbështetjen për Kosovën. Kosova në këmbë, mbushet sheshi Skënderbeu, nis marshimi drejtësi jo politik në Prishtinë. Ka dikush në 4 rajone të Greqisë, në Greqi për shkak të modit të keq të rrezikut nga përmbytjet. Kosova feston 18 vjetorin e pavarësisë, Beogradi shpreh zemrin. Pas grilës së hekurt, monumenti Newborn në Prishtinë mbulohet nga 5.000 emblema të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Osmani, UÇK-ja, ideali më i madh që ka ndërtuar shqiptarës, pranojmë asnjë narrativ që barazon agresorin me viktimën. Kosova e burgosur aksion simbolik te Newborn në 18 vjetorin e pavarësisë. Kurti, Vučić është kërcënim për përsëritjen e krimeve të Miloševićit. Presidenti Begaj në kuvendin e Kosovës na kanë fyer ata që udhëhoqin luftën për liri, po përballen me akuza të montuara në Hag. Krerët e shtetit homazhe për të pagjeturit dhe fëmijët e vrarë. Ministria e Jashtme e Izraelit e dashur Kosovë, urime dita e pavarësisë. Me simbolet e UÇK-s në makinë drejt Hagës, rrëfimi i emigrantit që emocionoi rrjetin. Babai gjumbi 2 vajza dhe mbese në tragjedinë e Tembit, po përpiqem të gjej të vërtetën. Në zgjidhja, Kosova ka hyrë në fazë konsolidimi, por pritshmëritë e qytetarëve mbeten të paplotësuara. Tërmet me magnitudë 4.5 në Arkadia, lëkundje ndihen edhe në Atik. Pavarësia e Kosovës Rubio SBA mbështet sovranitetin dhe integritetin territorial. Qeveria e Kosovës, mbledhje solemne për 18 vjetorin e pavarësisë, Kurti kujton dhe ish-krerët e UÇK-s në Hag, historia do ta bëjë gjykimin e drejtë. Vjen me
Lajmet nga bota. Zelenski Donbasi nuk negociohet, Trump po na bën presion. Aksidenti rënd në Gjermani, ambulanca përplas makinën teksa po transportonte paciente. Ekonomia gjermane në krizë, industria shkurtoi 120.000 vende pune. Ukraina ngrin spermën e ushtarëve, po mendojmë për të ardhmen. Kongresi i Perus rrëzon presidentin Jose Heri vetëm pas 4 muajsh në detyrë, votohet mocioni i mosbesimit me 75 vota pro. Rrezik për disa lloje kanceri dhe sëmundjesh, nivelet larta arseniku në 28 karamele, Kit Kat, Twix, Snickers dhe karamele të tjera. Gjenev mbyllet dita e parë e negociatave tripalçe mes Rusisë, Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara. Negociatat në Gjenev, Pakistani, Irani nuk heq dorë nga programi bërthamor, por nuk dëshiron të blej armë bërthamore. Bisedimet në Gjenev, Irani u dakordsuan parimet udhëzuese me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Popullsia e Gjermanisë drejt kurjes me 5% deri në vitin 2050. Spanja nis hetim ndaj X, Meta dhe TikTok për shpërndarje të dyshuar materialeve të abuzimit ndaj fëmijëve. Shiste lëndë narkotike në Rimini, arrestohet 30 vjeçari shqiptar pasi i gjetet një armë lodër me 1 kilogram kokainë. Ndarje nga jeta e aktivistit amerikan Jackson, reagon Joe Biden, një njeri i Zotit dhe i popullit. E thonë shkencëtarët, bota drejt ngrohjes globale me 3 gradë Celsius, Europa ende pa përgatitur. Shpërthen në flag godina në Spanjë, zjarri në banesën Pescace lë 5 viktima. Zbulohet vrima blu me thellë në oqeane, fenomeni që po shqetëson ekspertët. Unë e di që është vrarë vllai i Epstein nga akuzat ndaj Departamentit të Drejtësisë për fshehje të së vërtetës. Irani dhe SBA-ja marrëveshje mbi parimet kryesore. Arki, në fillimi i rrugës, duhet një datë për raundin e 3 të bisedimeve. Macron, Franca dhe India nuk duan të nështrohen asnjë forme të hegemonisë. 3 pajet gjend gjatë një ndeshjeje hokej nga të shtënat me armë. Ju gjetën 9 kg kokainë brenda makinës, policia italiane arreston 35 vjeçarin shqiptar. I doli emri në dosjen Epstein, i ndërheqen kreu ekzekutiv i Hyatt Hotel Corporation. Le të dëshmojnë të gjithë, Hillary Clinton kërkon transparencë globale për dosjen Epstein, administrata Trump. Deutsche Welle, ekonomia gjermane në krizë, shkurton 120.000 vende pune. Belgjika thret ambasadorin e SBA-s në debat mbi akuzat për antisemitizëm. Izrael gjykatë e veçantë ushtarake për 300 akuzuarit në sulmet e 7 tetorit 2023. Krizë demografike në Ukrainë, lufta ka përkeqësuar situatën. Qeveria po përpiqet të ruajë potencialin riprodhues të vendit. Irani shon raketa në gjirin e Hormuzit. Dhe në fund lajme nga sporti. Foto është përblimi që vjen jo vetëm nga medalja dhe bukuria, por edhe nga lotët e një kampioneje të vërtet. Spalletti, kemi bërë 3 hapa pas, duhet marrim përgjegjësi. Lojtari i Bodo Glimt, Alessami, jam Juventin, por bastoni veproi mirë. Pra baskena, zbulohet biseda e Lautaros me Kalulu, si ishte për të verdh, por arbitri fërshëlleu. Orgeshej pra rikthimit në krye të Tiranës. Capello kritikon ashpër bastonin dhe Hivu zhgënjyen, nuk i prisja të reagonin ashtu. Galatasaray turpuron Juventusin me 5 gola në Stamboll, zonja thuajse eliminuar nga Champions. Pezullohet për një javë Kalulu, dënohet dhe iglitare. 2 zyrtarët Juventusit dënohen nga federata.
Robujt e Manchester United për skuadra po vrapon fort, fal Michael Carrick. Interi humbet 2 mes fushor për sfidën ndaj Bodo Glimt. 5 ditë të zeza për Barcelonën, 2 humbje të radha si bëjnë me dhimbje koke flik. Strakosha në një garanci për Silvinjo shkëlqeu te AEK duke pritur penalti. E bushme Perez kërkon rikthimin e Mourinhos në krye të Real Madridit. Ki vun numra me rekord në krye të Interit kalon dhe Inzaghin e Mourinhon. Publikoi kalendari 2 javor i superiores dhe oraret për ndeshjet e kupës. Dëmtuar stadiumi gjatë fitës vllaznia Elbasani në hetim 6 persona. Federico Lapena personohet pas derbit d'Italia për jashtimi i Kalulu ndez debate. Presidenti i FIFA-s uron Armandukën për rizgjedhjen kontributi juaj i rëndësishëm në zhvillimin e sportit. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit që gjeni më të zgjeruara në oranews.tv. Shkëputemi për publicitet dhe vim pas pak flasim drejt për drejt me ju. Jemi në studio në pjesën e 2 të programit, ora 7:30 minuta. Jemi në pjesën e komunikimit dhe drejt për drejt me ju, që nis nga ky moment dhe deri në përfundimin e emisionit në 068 60 54 639 në 068 99 00008. Mirëmëngjes, telefonata për shëndetje. Lodi. Urdhro. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si e shkëlqimi nga Vlora jam? Urdhro. Jam shkëlqimi nga Vlora. Po ule zërin televizorit dhe më thuaj shkëlqim. Po, edhe drejt. Po. Në ratë parë njerë të përgëzoj ty jam i mëngjes si ti jesh mirë të gjofta të mirën. Faleminderit shumë. Tani dua të flas për Kosovën se në rrethën të kam jetuar me Kosovën këtu në Vlorë. Kam jetuar shumë. Ta gëzojnë festën e çlirimit që lufton me Serbin. Me Serbi që ka bërë shqetësirat më të mëdha në botë. Ka vrarë nënat me pak me fëmijë me fëmijë të sa për lindur, të qarë barkun, të vrarë fëmijë, e të vi puna, të dënohen ata 4 që luftuan për këtë Kosovë, është tur faqirdes. Sakt. Qa bëjnë gjukata atje, kur nis gjukata atje, vavaj këtu në Shqipëri, s'pas kemi besim për asë një gjë, të luftosh për vendin tënd, midis Kosovë-Serbi, që ka vrarë foshje në barë të nënës, edhe të dënohen, kjo është hapu varë dhe putu. Unë them, o Perëndi e madhe rënë na një vulkan i madh dhe mund, na një tërmet i madh në të gjithë botën e ta shuaj. Në këtë, të dënohet ata 45 vjet për mos bërë gjëfare për të mbrojtur Kosovën, për të mbrojtur vëllezërit, motrat, për të mbrojtur karakterin e tyre, për kosovarët, turp faqetëzez, turp, mirë ata të shkretët dhe mirë fëmijët e tyre që po e vojnë edhe prindit. Kjo është hapu varë dhe putu, kjo është më jetuar në këtë botë më. Më falë tani, unë kam jetuar me Kosovës këtu me Kosovës. Po, dakor, e kuptova. Teatro Barenua, kanë qenë mbi 1000 veta. Unë natë për natë jepja muzikë me këngëtar me Sapa Rizin edhe me Vizhdan Keken. Okej, për të mbyllur. Natë për natë atje i respektonin, i bënim, dhe unë kam shumë respekt. Na respektonin qamet edhe i respektonin Kosovarët. Okej. Është turpa që ata për mua janë trima. Okej, ndërkohë që të mundësi të tjerëve mendoj. Morë marrë në vram njëri tjetrin. Vram njëri tjetrin, morë marrë në depot edhe vram njëri tjetrin. Kur ata luftonin me Serbin, ne luftonin me njëri tjetrin, të vram njëri tjetrin këtu. Okej. E kuptova mesazhin. Ka që të gjofsha të mirën. Qofsh mirë dhe ti, faleminderit. Edhe mirë të gjofsha të rojnë fëmijët gjithë dashur në zemrës. Faleminderit shumë. Një ditë mbarë dhe për ju e bukur. Kemi nisur kështu patjetër, qëndron ajo që zotëria thot në përgjithësi, pastaj kur futemi në folklorizma dhe në dëshira për të keqen e një populli, aty është shumë e tepër pastaj. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Lodi. Jam mesatare, një personishtë dhe po pjesë për represionin
për këtë shtesën të tërë fshatarët e kanë marrë vetëm unë jo. Si shpjegohet? Ule pak zërin e televizorit, zonjë, të lutem dhe të sqaroj. Zonjë? Urdhë. Ule zërin e televizorit. E ula, vë. Okej. Më dëgjoj pak tani. Urdhë. Juve kur keni dalë në pension? Nuk e maj me po. Si nuk e 2008 në dy. Sa ke pensionin? Pensionin 180 me shtesën e asaj dritave 190. Po pra. Do ta ulë zërin e televizorit apo ta mbyllim telefonatën? Po e mbyllë shërullare. Ule. Ta fik të fare. Mos e fik, thjesht ule. E po dhe, Do ta ulësh e dashur. e ula. Apo ta fik. Ule, se ke ulur akoma. E fika fare. Okej, më mirë. Zonjë, ju jeni në ku jetoni? Këtu në Kuqovë jetoj. Në fshat apo në qytet? Shtiti kam të në fshat. Okej. Nëse ke pension rural e dashur, nuk e përfiton, sepse pensioni rural, ka një shtesë prej 10.000 lekësh të vjetra, por për të gjithë ata të cilët e kanë pensionin më pak se sa 180.000 lekë të vjetra. Nëse ke 180 dhe më shumë, Jo. nuk e përfiton. Po më thuaj. Unë takova brigadierin tim që kishe 200.000 lekë atë pensionin dhe i kishte marrë shtesën. Po sepse nuk e ka pension rural, e ka pension të pjesshëm ai. Qa thua? Po. Nëse, kam e një avë tjetër. Mirë, shteti kur i kam shtetit borgjë, që se ndanë? Nuk e kuptova. Borgjën që i kam u shtetit, që se jetë? Borgjën që i ke ditur dhe ja përshti? Jo, më japi shteti mua, që më kam bajtur 30 pension. Po ti thua borgjën që i kam unë shtetit? Jo. Borgjën që të ka shteti ty? Ashtu po, çfarë borgji? Çfarë borgji? Po, 3 vjet janë majtur në fillim të atëre doli në 2 emre, Bera Gjyqe dhe Serlan. Mëse më sa japin ata, unë dego me edhe t'i Bera para kohë. Po kjo është varet nga vendimi i gjykatës e ndëruar. Kur e ke bërë këtë periudhën e gjykatës? 2018. Vojta me dy gjyqe, Berate dhe në Vlorë dhe ata në timon e qonë në Tiranë. Po të 2 era, po janë leka të që kam paguar unë, që kam shumë pensionin. Po shiko, thash, varet nga vendimi i gjykatës, do të thënë në disa... Mirë, po dhe gjukatat të vlerësojnë po patjetër. Në këtë drejtim jam me ty, patjetër, por që nëse vendimi i gjykatës nuk e ka përcaktuar, atëherë nuk kthehen ato. Gjithsesi. Mirë dashur, nëse s'ke diçka tjetër, të përshëndes shumë. Hajde, mirë pafshim. Ti je mirë nderuar. Faleminderit shumë. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo? Urdhëro? Përshëndetje. Përshëndetje. Ndjes. Gripi është kështu në onejer. Urdhëro zonjë. Alo? Urdhë? Më dëgjon? Nuk dëgjova. Po, ju dëgjoj zonjë. Faleminderit. Jam një zonjë nga Durrësi. Po. Ne qa të bëj një pyetje. Kam një tafën time që rri në Korçë. Është paqete shpeta se gjithë jetën ka vajtur dhe i ka ndërprerë kempin nga 2010 deri në 2014 ajo e ka marrë kempin me 35.000 lekë në muaj. Edhe ja ka ndërprerë. Arsyeja? Ku ka ndërprerë shumë veta kështu. Edhe thamë që tash në nëndorë që shkoj, ka dalë në sistem edhe po i marrin. Mirë po, edhe i thamë që ka dalë dhe të emri, kur shkoj djali e tjetër ju interesuar djali vetë, nuk e kam djerë akoma. Thamë që nëndorë, edhe dhjetori, edhe po i ko shkurti edhe nuk e kam djerë. Po patë mund si të ndimorë se gjëna. E di, e dashur, po dëgjoj pak, sepse kjo çështje e kembeve ka një procedurë. Për shembull, nëse dikush është në marrëdhënie kembi dhe ja ndërpresin,
ka një arsye sepse e bëjnë diçka të tillë. Po, Dhe unë dua ta di se cila është arsyeja. me thënë drejt nuk e di që arsyen, po që ju Thuaj- ndërprerë shumë veta kempi edhe S'ka lidhje, ka nuk janë është personale, nuk është kolektiv çështja e kempit zonë. Po. Se di thuaj zonjës të na kontaktoj dhe të ta sqarojmë se kam disa pyetje të cilat nuk e di nëse ju i përgjigjeni dot apo jo. Tamam, pa jo, e ka ma djali në Greqi, që kërëtën se kanë ku hane kupim. Nëse e ka marrë atje nuk përfiton kem nga jashtë. Duhet të jetë në Shqipëri. Do të jetë në Shqipëri, ë? Patjetër që po. Besoj dhe kjo ka qenë dhe arsyeja ndoshta. Që ja ka Nuk e di, ndërprerë. ajo e smur, ajo E di. është gati në paralizim fare, më, me E di. djalë kështu ka E qenë. di. Edhe gjyna, tash ku do Po duhet jetë këtu. Po jo shumë mirë bërë, po duhet jetë këtu zonja që të përfitoj kemza. Po dhe? Duhet që të jetë këtu zonja që të përfitoj kemb. Po. Ato si duke në ato kapërtar se janë ta dokumenta ta gjë, djali që u ka bërë. Si ja ka bërë Okej, kur të vi të aplikoj në institucion dhe pastaj të shoh përgjigjen se çfarë do të jetë. Po duhet të aplikoj prapë nëse ka kaq vite që ka kaq kohë që ja ka ndërprerë. Duhet të aplikoj, ku do të Po. aplikoj? Si? Ku? Te zyrat e kempit. Ke zyrat e kempit. Po e din ata, fakti që kanë qenë një herë në kemp, ata e din se si bëhet aplikimi. Kështu që pa problem fare. Po, Mirë? shumë faleminderit. Asgjë fare. Zoti Klodi. Faleminderit e dashur, faleminderit shumë edhe ju për telefonatën. Shkojmë me një tjetër, mirëmëngjes. S'ka pritur se ju aty për kushtimi kështu. Do ta them fix çfarë kisha. Po pra po dëgjoj vetëm muhabetet tuaja në kufje. Alo, përshëndetje. E vazhdoni akoma domethënë. Alo, mirëmëngjes. Alo, Alo, mirëmëngjes. jemi në gjesë. Urdhëro. U Desha të flasim me- lezolin e televizorit, të lutem. Po, Faleminderit. ule që kësërin. Ule në zero. Përshëndetje, gazetar, mi gjesë për ju. Mirëmëngjes. Pa që një ditë mbarë. Edhe juve. Po, ju mund të keni një ori më shumë dhe jeni më të informu, desha t'ju pyes. Ka mundësi? Po patjetër që. Gjatë gjithë fundit nëntorit dhe dhjetorit u bë fjalë për rritjet pensioneve nga 8 pensionistët për 760.000. Aha. Dhe nga 760.000 duke se arriti 200.000 a 300.000 që mund të marrin atë rritje. Po. Nuk e di, do të kalon kompetencët e juja, se si i foli kryeministri, se ati i besum. Se s'morëm asi rritja se gjën fare. Po, sepse kjo ishte me kategori në fakt dhe me tavan, po themi, ëh, domethënë. Po kur foli nuk na tregoi as tavan as dyshe me as kategori. Po. Edhe ne e pritëm ta marrim u zgënyem si gjithë një. Me të drejtë, je zgënjyrës, po them gjë po. Tani edhe një shqetësim tjetër. Po. Mirë se kjo bë me kategori. Pa, nuk është ofenduese që të shkojë pensionisti çdo 6 muaj edhe deklarojnë se është gjallë pranë bankave ku merr pensionin. Jo, nuk është ashtu i nderuar. Po kështu se çdo 6 muaj na thret banka ku marrin pensionin. Ajo është e turpshme pra. Po, Është më keq nga sa thatë ju. Domethënë është po merri vështirë ta thosh ai sa thatë ju. Goxha e rënd ajo, e kupton, domethënë shkoi personi aty dhe thotë çdo 6 muaj jam gjallë është. Nuk e di domethënë. E treta, se e para ishte ajo zgënjimi me pensionet për 760.000. E dyta, kjo që tham është e turpshme. Dhe e treta tani akoma, a nuk është akoma me turpshme të thush pensionistit ti ke plësuar 70 vjetës të takot bëjt check-upin? Edhe kjo po ashtu një tjetër. E saktë ndërruar. Po mirë atëre, mos presim që të na vdesin këta pensionistët dhe të themi këtyre bashkë me djersën që derdhët ju për 20, 25, apo dhe 50 vjetë për ndërtu këte shtep, të kom. Dhe të themi do shkatrojmë tani edhe ju, t'ju qojmë pas aty një shkatrum,
Shiko, zakonisht më thonë që flas shumë, por në këtë rast s'kam ne çfarë them. E di që s'ke çfarë thosh. Tani edhe diçka tjetër. Për ta mbyllur, ha? Për ta mbyllur. Patjetër për ta mbyllur se mbaroi minutazhi. A nuk ka mundësi media që të paktën to 3-4 probleme që ne ngritën bashkarisht. Dëgjoj pak. Media tona, mediat e pa dirigjuar flas. Të paktën 2 prej tyre, po të doni unë dhe ja u vërtetoj. Jo se të tjerat, por të paktën 2 prej tyre i kam ngritur më shumë se sa edhe vetë persona që shkojnë bën deklaratën që janë gjallë atje. Dhe e kam ngritur nga kjo studio, më së shumti, se këtu është hapësira në kuptimin që komunikoj me ju. Po? Dhe të gjejnë një mekanizëm tjetër për të vërtetuar që një pensionist është gjallë, sepse kjo nuk më duket që është në vullnetin e tij, por ka sistem që vërteton kush ka ndruar jetë dhe kush është gjallë. Patjetër që ka sistem, që janë zyrët e gjendjes civile. civile. Që sa më takon unë kam ndërgjegjën të pasur te kjo gjë, sepse çdo problematikë që ka të bëjë me kategorinë tuaj, jo e kam ngritur, po e kam bërtitur. Kush e ka ndjekur rregullisht emisionin e di këtë gjë që unë e kam bërë. Pastaj pjesa se sa dëgjohemi është tjetër gjë. Tjetër gjë sigurisht. Po. Dhe njerëzit pastaj kanë atë të tyre. Po në lidhje me problemin tjetër? Po ke akoma? Të check-upit? Po pra të dyja thash, 2 nga këto e kisha fjalën për check-upin. Të dyja këto janë ngritur, ë? Pastaj kjo e pensioneve nuk ndryshon më, ngrej sa duash, aq do jenë dhe ashtu do funksionojë. E kupton? Është vendosur me ligj ajo, me VKM. Nuk e di, po besoj që edhe shqiptari më i rëndom të ishte, do të lutem, falë edhe një sekond. Po. Edhe më rëndom të ishte para se dilte në televizor dhe thoshte për 760.000 rrisin pensionet, do i kishte rrit për 760.000. Ju uroj punë të mbarë. Faleminderit shumë për telefonatën. Shkoj me tjetër. Po. Alo, përshëndetje. Mirë, kalojmë te mesazhi, do flasim për pensionin privat në fakt, do të ndalemi shkurtimisht sepse zotëria tha 4 elemente, po themi të pestin. S'ka lidhje me njëra tjetrën, pa diskutim. Pensioni privat është një lloj kulture, jo vetëm në Europë, po edhe në vendet rreth nesh, ku për fat mirë atje është rregulluar më së miri me ligj, jo se në Shqipëri jo, por në kuptimin e bërjes me një lloj detyrimi, merreni si të doni, por jo ai detyrimi klasik, po themi, për të bërë gjëra të këqija, por sepse nëse kompanitë dhe bizneset do të paguanin një pjesë të kontributit të sigurimeve shoqërore për punonësit e tyre për pension privat, sigurisht që do të kishin edhe ato përfitimet e tyre, të cilat i kemi thënë dhe do të vazhdojmë të themi edhe në ditët apo javët e ardhshme. Investimi në fondin e pensioneve private është një investim që përkthehet shpejt në të ardhura, është një investim që bëhet nga ata të cilët janë pak të zgjuar me menaxhimin e financave të tyre, qofshin këto edhe më minimale, sepse nuk ka një prag maksimal apo minimal që ty të kufizon hapin e një llogarie për pension privat në Sigal Invest. Bëje tani, jepi vlerë paras tënde, qoftë kjo edhe 20 euro, qoftë kjo 50 euro, qoftë kjo 200 euro në muaj, apo më shumë, apo edhe më pak. Gjithsesi, sido që të jetë, progresivisht ty të shtohet paraja. Dhe mundësia ideale pastaj që ofrohet është që ti e ketë kontrolluar gjatë gjithë kohës në telefonin tënd dhe informohesh me gjithçka ndodh pikërisht me paratë dhe me vlerën financiare që ti ke investuar. Janë shumë elementë mbrojtës, ata të cilët i japin përgjigje pyetjeve ndoshta dhe me të drejtë, sepse ne vim nga një histori jo fort e mirë. Megjithatë, kur bëhet fjalë për një kompani lider në tregun shqiptar të sigurimeve, dhe jo vetëm, që këtu na bën të mendojmë që kjo është diçka që funksionon. Tjetra, një element tjetër. Janë qindra pensionistë që sot kanë pension nga fondi Sigal. Dhe vazhdojnë marrin. Është ajo pjesë që nuk ankohet asnjëherë për pensionin, se s'ka se si të ankohet, gjithmonë është 2 apo 3 fish më i lartë pensioni privat se sa pensioni shtetëror. Që ta përfitoni dhe ju këtë, telefononi në 069 40 61 438 për të bërë pjesë dhe për të hapur një llogari një llogari pensioni privat, e ku tjetër më mirë se sa në Sigal,
kompania lider menaxhimin e të ardhurave të kompanive, bizneseve dhe individëve për 2025 dhe patjetër edhe për këtë vit që sapo ka filluar. Faleminderit Sigal, mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri. Mirëmëngjes. E meriton të thuash, zotëri. Faleminderit. Jeni person, jeni gazetar, jeni njeri. E gjithmonë shtresës sul, jo ult. Po, Jeni shtresa më e lartë mo. jo, nuk vjen mirë Klodi. Ata që thot ti do ta pranoj. Për nga ndërgjegja dhe për nga pastërtia. I- Nëse ata e nëse ke- shtresat ata e ke Klodi nëse Karaja, shtresat ndahen në para dhe lekë dhe në kështu është për mua është gabim. Jo, Klod ka vjeta këtu. Sa të bashkë ato. Ti je njeriu më nderuar, Faleminderit shumë. jo gazetar, por njeriu. Faleminderit. Se gazetari po se ke detyrë gazetarit. Detyra e gazetarit ty të ka nderu. Po edhe personi këtë ka nderu. Ka nderu Faleminderit. familja që të ka rrit, dhe je personi Shumë faleminderit. Ho, për mua si asion, je njeriu më nderuar. Shumë faleminderit e Edhe vlerësoj. përshëndesim ty edhe televizorin tuj. Se Shumë faleminderit. edhe televizori uj ka dhënë hapësirë ty që Patjetër. të na nderosh. Patjetër që po. Respekt dhe gjithë Faleminderit shumë. Respekt. Shumë faleminderit e vlerësoj pa mas. Faleminderit vërtet. Bukur, shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Alo. Okej, presim pak momente. Numa që I keni. Si gjithmonë ekranet tuaja në 7:51. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Si urdhëron, Faleminderit. o Klodi, Urdhëro. jam një qytetar nga Kërcyra, kam bërë një shtëpi në Vlorë, Po. kam marrë certifikatën atë të legalizimit të shtëpisë, nuk kam marrë legalizimin e tokës. Certifikat në tokës. Si bet, Po ke aplikuar ti? kam aplikuare, Aha. kam bërë kërkesë me noter, edhe më kanë kthyer këtë përgjigje. Më thonë që të paguhet pronari një herë, pastaj të bëjmë legalizimin e tokës. Bravo. Ashtu funksionon I nderuar. Ashtu Po, funksionon? patjetër. Po ku do t'i gjej lekët ai shteti pa më marrë mua lekët? Jo, nuk I ke ti për t'i marrë ato. Nuk I ke ti për t'i paguar lekët. Po të paguaj unë diçka në shtet. Jo, te ish pronari jo. Kompensohet nga shteti. Ja paguaj unë shtetit, e shteti më tha mua s'ka. Tani nëse ti ke tepër dhe do t'i paguash jepja se ata I marrin, po nuk ke detyrim për t'i paguar. Tepër të takor të ndihmë, po brenda asaj ligji që kanë të. Kompensohet nga shteti nderuar. Tani pse më kthen këtë përgjigje kur marr pronari lekët? Po patjetër, sa do marrë ndonjë gjë që e ka pasur apo ai do dalë kështu. Po e ti marrën, dakor. Po pra. Po jo na unë. Po ti pse ja ke marrë aty? Unë e mora, po shtetin zonë e ligjë dhe tha që nuk individ me pronari, ka punë shteti. Po. Kur të mbaroj punë shteti me pronarin që e ka pasur, atëherë do vazhdoj procedurën. Ty e rëndësishme është që ty nuk ta merr njeri atë. Po në dakord jam unë, po atëherë do të bëhet legalizim. Patjetër. Në asnjë rast nuk bëhet pa u shpronsuar ose pa u shpërblyer, po themi, pronari. Po mi, atëherë kur besim ne dash pronësoj, dash ta bëj të doj, po Po ti e ke atë, nuk është se ta merr njeri, se po të ishte për të marrë, thoshte nuk do kishe legalizuar as shtëpinë, ëh, më kupton? po në Logjika. dakord jam unë, po unë duaj që ta bëj edhe këtë gjë para se të vdes. Ndaj desha. Kështu funksionon I dashur. Faleminderit shumë Shumë për telefonatën ditë mbar. Kemi kohë për tjetër? Okej, kalojmë në publicitet, flasim për prostatol, të gjithë ju që keni probleme me prostatën, përdoreni rregullisht dhe do të keni efektet me njëhershme në përmirësimin e funksionimit prostatës dhe po ashtu në përmirësimin e cilësisë së jetës që keni pasur përpara se sa të vini të re ato simptomat e para të mos funksionimit si duhet.
Kështu që përdoreni, nuk ka asnjë lloj problemi për sa i përket efekteve anësore, sepse kemi të bëjmë një produkt 100% natyral. Mbi të gjitha dhe të shëndetshëm, thënë kjo edhe nga mjekët specialistë, këshillin e të cilëve do ta dëgjoni tani dhe bashkë kthehemi pas pak. Kthehemi në studion në pjesën e tretë të programit, vijon komunikimin drejt për drejt me ju. Mirëmëngjes, përshëndetje telefonata. No, jam një shkosh kludi. Urdhëro. Jam që jam i paralizuar se të marrë hartira. Do të bëj një pyetje se ta marrin vesh publike. Vetëm ule pak zërin e televizorit, lutem sepse më krijon shumë probleme. Ule zërin e televizorit, nderuese, nuk flasim. Alo. Nuk ka pare. Nuk të dëgjoj dot kështu, vetëm do të më ulësh zërin e televizorit. Ka. Aj. Ule zërin e televizorit. Zotri. Më dëgjon? Alo. Po. Ule zërin e televizorit që të flasim siç duhet. A vërtet po e rritin rrogat. Më thuaj tani se nuk e dëgjova çfarë po thoje. Po. A vërtet po e rritin rrogat, që nuk po kryen asnjë punë, asnjë tan. Kurse për pensionistat nuk ka fare. Si ka mundësi, bona e pyetje publike, si ta morën vesh. Për gjithë pensionistat, kështu që u bëj thirrje të pensionistave, e unë ta që avëm në së pare si tjena, si që ushtore e ma shumë në falim poto, si kem punu në për fabrika, në për uzina, në për minira, kem djerë e gjak, kurse këta majnë karika e dojnë papë për më ushtua. Sa më shumë, 4-5 milionë lekë mujtë. Si ka mundësi që punë më bon për këtë popull së gjatë. Të kuptova. Faleminderit shumë që morët, ditë mbarë dhe për juve. Shkoj me tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Rodi. Urdhëro. Përshëndetje. Faleminderit. Jam një pensionist, kam dalë në 2023. Me pension pleqerie 280.000 të vjetra. 280.000. Po. Me vite pune, 22 vite pune. Po. Dhe nuk ka nedhur asë janë në skurtët të... Nuk e marrë asë i shtesë? Asë i shtesë atë jam. Kur ke dalë në pension, zotri? 2023. Me sa vite? Me 22. S'ka mundësi. Dhe sa ke pensionin? 280 të pensionin e pleqerisë. Po, pse kë ke tjetër? Në e të superiortaj. Sa shkon me të dyja? 280. Po pra, nuk është se kalon 400.000 lekë. Jo, nuk e kalon. Jo. Ku jeton ju? Në 114, Tiranë. A në qytet? Po, qytet. Çudi e madhe. Ke pyetur? Po si bërë edhe kërkesët. Çfarë ju thanë? S'ka më përgjigje, për me është të tepa të... Çfarë kërkese bërë? Po, jo. Po ja për këtë gjë, që ta të bëj kërkesë. Dhe të abat qarkë. A e ke bërë me atë? Kur e ke bërë? Datën në 4-5 mësë dhe shumë. E kuptova, shkurtin e ke marrë si pension, apo jo? E mora. Ndjes, shiko, me sa më thua, ti duhet të marrësh pjesën e pagesës të maksimale, pra 18.000 lekë të vjetra. Nuk kupton? Gjithsesi, edhe unë këtë do thoja të kërkesës, meqense e ke bërë, do të presim me disa ditë derisa të vijë ajo. Në rast se nuk merr përgjigje, na telefonon sërish. Po besoj do marrësh me patjetër dhe ajo do rregullohet sepse ka shumë raste kur janë bërë dhe gabimet të cilat janë korrigjuar. Mirë. Se ku mund të vijë kërkesa, ajo përgjigje? Punë ditësh, nuk është se mund të vonoj dhe shumë. E sigurt është që vjen në çdo rast. Dakor? Faleminderit. Faleminderit shumë për telefonatën dhe juve ditë mbar. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëro. Jam ajo zonja nga Fieri. Jam me 2 fëmijë të smur, me kemp. Edhe vetë me kemp. U tha që do ngrihesin këto stesat, nuk e di, për këto kategori. Për pos kësaj që jemi dhe me qëra, që jemi pas të pipa katandi, dhe fakti që më shqetëson më shumë, është situata me vajzën time.
sepse vajzën e kanë quar jashtë, do me thënë 5 vjetë në Itali kanë shfrytëzuar, 1 vit në Belgjikë, 2 vjetë në Zvicër. Ashtu. Tani, çfarë ndos? E çojnë në psikiatri, do me thënë bëjmë procedurat, marrim mjekë psikiatre në Fier, në urgjencë, na dërgojnë për në Vlorë, te spitali psikiatrik, dhe na e mbajnë atje për shembull 1 muaj apo 2 javë, apo e sillin në shtëpi, po kohët e fundit që më sollën, të herën që kaloi, ndajti deri të njëjtën, situata doli jashtë kontrollit, që nuk e menaxhoja dot më. E kam bërë me video çdo gjë, si në shtëpi dhe në urgjencë. Dhe kur e kam çuar atje në urgjencë, ka ardhur psikiatria dhe ka thënë, si ka mundësi sa 4 ditë kaq ka dalë. Besoj se nuk do ta marrin masa, nuk ta mbajnë masa se tani ka dalë. Urdhëro video ti thash, doktoresa, shikoje ti në çfarë gjendje është ajo. Unë nuk e di, sepse përpos kësaj kam dhe djalin së më. Jam dhe vetë me 500 probleme me azë, me 4 pompa, e më se thash. Gjithë këto rrethe, gjithë këto qytete, gjithë kjo Shqipëri, që mos të ketë një qendër rehabilituese, ose të paktën nga mëngjesi deri në darkë, dhe në darkë të masjelli. Nuk po dal dot, kur është ajo, nuk dal dot që të mbledh bidona kanace për të mbijetuar. Sepse vërtet, do thua që ti merr kem, po marr hilacet, mua një ilac i saj, më bën 90.000 lek, dhe nuk gjendet në Shqipëri, po gjendet një ilac tjetër ngjashme si kur e zënçon atë, 20.000 lek, 18, 30, si ti kanë farmaci do me thënë. Nuk di ku të vemi dhe ku të drejtojemi për këtë, më dhimë se sa s'ka më se e kam e vlat. E kam në mars, mi bën 30 vjeçë. Ka dhe një djalë 11 vjeç që unë nuk e takoj dot atë djalë, që më ka tharë syt. Nuk e dim. More, a ka shtet, a ka një institucion në Fierës bërë deri në moshën 18 vjeç. Tani, unë ku do t'a qoj, se nuk e menaxhoj dot, se ajo bëhet, ka momente është agresive, godet, më ka goditur në kokë. Ka ardhur ambulanca, ka ardhur policia, ka shoqëruar në atë, që quhet në psikiatri, e kemi çuar në psikiatri. Nuk po di me. Gjithë këto gjëra, do me thënë nuk e di ç'a do bëj. Unë s'kam një shtëpi që nesër pas nesër, unë jam 56 vjeçë, në 2 qershor mos i bëj fshat i bëj. Ku do rrin këta fëmijët e mi kur unë mos t'jem? Ata nuk po bëjnë sot që unë jam, po këta kur mos t'jem ku do ven? Ku do ven? Më dhimë se sa s'ka me. Nuk e di, e vlati nuk i dhe poshtë, po qa do t'i bëj, ku do t'a qoj? Ma shqetsu se kam vajzën. Sepse i kam dhënë lloj-lloje soj. Nuk e di, kjo që më është bërë, nuk e di, edhe vajzë që flas tani aktualisht, është në psikiatri. Nuk e di, më del jashtë kontrollit. Me fila se ta ngrëmbuk, ajo nuk më ha këtu mua. Kurse atje do të haj ajo se janë persona të tjera ta. Kurse tek unë, se jam nëna dhe nuk e kam forcën, e kupton se nuk, edhe këta lloj nuk duhesh t'i godasësh, do me thënë, nuk e di, jam shumë, kam ngelur pas vjerë kur nuk kemi një emision që të shtrojmë këto çështje, këto probleme që ne kemi, se nuk jam e vetmja unë që kam. Sakte, kuptoj. Janë gjithë ata, nuk jam vetëm unë. Nuk e di, unë kur kam atë, nuk di ç'a do bëj nga do vete, unë vajta për vete për të operuar dhe u ktheva mbrapsht, se më dolën analizat e mëlçisë për vret. Nuk e di deri kur do vazhdojmë kështu. Deri kur? Mirë varfër s'kam ja gjëja, nuk dim nga do memi me, nuk e di. E mirë kuptueshme. Edhe ilacet që i merr nuk i bëjnë efekt më, nuk e di. Se Rokueli që ashtu nuk i gjendet. Zvendësusin që ja bleva. Një muaj e ca ditë që ndajti, 4 ditë që erdhi tek unë nuk i bërën efekt. Nuk e di. Nuk e di ku t'i drejtohem, më vetëm Zotit lartë, vetëm Zotit, beko, faleminderit. Faleminderit ty. Okej. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhëroni. Klodi një sqarim desha. Po, më thuaj. E 10 orë u kum dalë në pension.
Me 38 vjet e 2 muaj. Po. O 221 kështu i bje. O nuk na kap ne kjo ngritje as 1%. Po pse jeton në fshat, ke pension rural? Jo, jetoj këtu në Tiranë. Po ti duhet të marrësh rritje. Po mbadhe i kërkes, nuk më kartë përgjigje halë, po mi thjerë nuk më mora s'jo dhe shtese, fare. Nëse ke dalë me kaq vite, po, të takon. Jo, s'na ka ndonë gjë. Dhe besoj që pas përgjigjes do të rregullohet ajo, sepse ka raste që janë bërë dhe gabime ndërua. Faleminderit. Kështu që meqense e ke bërë dhe unë atë do sugjeroja që të bëj kërkesë, meqense e ke bërë do presim derisa të vi kërkesa në mënyrë që të shohim kërkesën, ka gati 20 ditë. Pra, pikërisht. Faleminderit. Faleminderit ty për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo. Urdhëro. Mirëmëngjes për Klodi. Mirëmëngjes. Desha të pyesja? Do ma ulësh zërin e televizorit, zot, të lutem. Po, më fal. Desha të pyesja, kam mbyllur letrat motra për pension që më 12 vjetor. Dhe deri tani sa vonohet për shembull për t'i dalë, se po të kishe në një gabim në një do i kishe vajtur. Do e merrnin telefon. Për pension po thua? Po, për pension motra. Kur është bërë aplikimin 12 vjetor? Më 12 vjetor. Qiko, ajo ka një fat 45 dit, po që 45 dit kanë kaluar, po, dhe kanë kaluar 2 muaj. Kishte pyetur se ja çojnë, se i ka dalë burri dhe ja çojnë në shtëpi pension dhe i kishte pyetur që emrin e kishte thënë në post, po. Por? Si e ka në post, po. Ku jeton personi? Në përmet. Si ka emrin? Personi që ka aplikuar, pra? Si qërete, po... Si? Ja rova mbi emrin, mos u dukt. Mos u dukt, po pse? O, që ta gjithë? Ja rova mbi emrin motrës. Ja rova mbi emrin motrës të ndë? E po s'ka faj se e ka mbi emrin e burrit o Klodi, nuk e mbaj mend të gjitha. Po, s'do bashkë mbi emrin kunatit. Që në mend e kam, po se them dot. Po, hajtë. Po, për shumë, po ashtu, këto i mirë... Po jo, po na duhet emrin që të pyesim se ndoshta ka dalë dhe ju nuk e dini. Në mend e kam, mërë. Po, shape një luftë madhe tani në fisti. Sa motra ke? Urdhë? Sa motra ke? 3 jemi. Keni grup WhatsApp ju të 3 motrat? Jo, kemi të thjesht ku kemi lekë në të Jo, s'ka gjë më mirë se do plaste një sherë aty, ti zdi mbi emrin time, po ti kështu, po ja kemi thënë që... Me 90.000 lekë shtë marrë unë dhe telefon të mirë o Klodi. Po, më mirë që nuk e ke, them se do fillonin aty motra, ti nuk di mbi emrin e motrës, ti e ftohur me motrën... Po, në mund të kam, por nuk e them dot, nuk e di. Ti s'do t'ja dish për motrën? Jo, more se, motra... Me motrën janë si... Si motrës? Po s'ka me marrja dhe më kanë si në vënd të nënës që s'më jeton me. Pra gjeja mbi emrin tani se. Nuk më kujtojt o Klodi. Si ka emrin nipja për mbesa se mos kujtojt me mbi emrin e ti? Po se ka mbesën këtu. Jo, po them si e ka goca apo djali i motrës. Mos e thuaj në publik ti, po thuaj me mendje se ndoshta të vjen dhe mbi emrin. Nuk më kujtojt. Se them dot, nuk më ashtu, Klodi. Po vje keq. Po sa mund të vonohet për shumë? Po thash pra, po ja po themi maksimumi 1 muaj, 2 muaj. Maksimumi 2 muaj. Po e du t'i për këtë muaj. Si? Po shpërblimin e vitit 3 e merë dhe këto shtesat që janë. O zonjë edhe njerë. Takoj? Po, pa tjetër, nëse aplikimi është bërë dhe mosha është përfituar për para asaj, po, pa tjetër. Po. Moshën aq 15 vite, se sa pagoj 9 muaja, nuk e di sa muaj pagoj. Edhe i nësoj 15 vite. Mirë, Klodi, më gjej emrin që do pyes. Kujtojt që ti bëjmë mbi emrit të unë që s'më kujtojt. Po më kujtua të marrë dhe... Po, pa tjetër. Faleminderit Faleminderit shumë për telefonatën. Mirë, do kalojmë në mesazhin e përhershëm tashmë, më shumë se sa kaq.
për pensionin privat. Patjetër që është zgjidhja sepse në kushtet kur skema e sigurimeve shoqërore në shtet duket që është pak e vështirë kuptimin për të funksionuar. Mos miri që çdo pensionist të ketë një pension të kënaqshëm ai sa të përballojë çdo kosto mujore të pensionistëve. E ardhmja është patjetër pensioni privat, sepse pensioni privat i përcakton vetë se çfarë pensioni do që të kesh në moshë pensioni patjetër. Dhe meqense jemi te mosha, në Sigal ti përfiton pension 5 vite më parë moshës ligjore. Nëse për burrat të 65, po marr burrat shembull sepse mosha për gratë aktualisht ndryshon, nëse për burrat të 65 vjeç, në Sigal dalin 60 vjet në pension, nëse do presin që kontributet e tyre t'i marrin deri për moshë pensioni. Por ti këtë depozit caktuar të parave të tua, së bashku me kthimin e interesave për 4.6% çdo vit, mund ta marrësh edhe në një moment tjetër që jashtë moshës pensionit pra. Nëse të vjen ose je përballë një shpenzimi që nuk e përballon dot koston, patjetër që mund ta tërheqësh të gjithë fondin së bashku me interesat pa asnjë lloj penaliteti. Ky është ndër ato elemente të cilët përbëjnë gamën e gjerë të pozitivitetit që ka dhe të mirave në çdo përfitim me fondin Sigal. E para është i trashëgueshëm një herë, nuk humbet, pra ti mund të lësh emrat familjarëve aty, si persona të cilët në çdo rast çfarëdo që t'ju ndodh ju, parat nuk të humbasin. Nëse të lidhet pensioni, pjesa e mbetur, pra merr pensionin këtë muaj, pjesa tjetër e mbetur nga gjithë totali që ti ke investuar vazhdon dhe shtohet akoma edhe më tepër. Kështu që investoni në fondin Sigal është i menaxhueshëm dhe i kontrollueshëm në kuptimin e monitorimit, ju e keni gjatë gjithë kohës në telefonin tuaj, falë dhe aplikacionit që është lançuar tashmë edhe në rrjetet sociale dhe është, më besoni, është zgjidhje, është ideale sepse ti çdo 100 dark që ke në fund të muajit i jep kuptim, i jep vlerë dhe ajo shtohet duke punuar për ty. Faleminderit Sigal, mirëmëngjes telefonata. Alo? Mirëmëngjes. Miru Glive. Ndjes. Do të çojmë deputet, Do më çoni deputet? Faleminderit. Po, kam një mikun timur me pension keqerie i plot. Po? Merë 204.000 leka, me gjithë shtesë u bë 222.000 lekë. Sa më shtohet kjo? Po pra, ti e ke pension të pjesshëm, me sa vite ke dalë në... Jo, pensioni plot pleqerie, thotë. Po i plot pleqerie thot ajo aty, po kur ke dalë në pension dhe me sa vite? Sa ju mund të thot aty? Në 2006. A ke dalë në 2006? Ke marrë shtesë këtë muaj? Janarin dhe shkurtin? Po, sa ke marrë? Sa more? 18. Po në rregull, pra e ke marrë ti? Po mirë, sa shtohet pensioni, e kam për një mikë, kjo për vete. Si sa shtohet pensioni? Aj sa e ka plus 18.000. Po sa lek do me e? Po nëse e ka 200, do i shkoj 218. Jo, për shemë për 2-3 vjetë sa vete. A, për 2-3 vjetë? Dhe gjë pak i nderuar si funksionon. Nëse do të funksionoj, ule zërin televizorit njëherë, se kështu nuk e kupton dot. Ule në zero, të lutem. Nëse kjo skem do të funksionoj siç është thënë në fillim, deri në dhjetor, të gjithë pensionistët që kanë përfituar nga kjo shtesa, do ta marrin të tillë këtë shtesë, pra aq sa ç'është, ndërsa në dhjetorin tjetër do shtohet plus 18 të tjera. Në janarin tjetër. Në janarin tjetër 2028 në 18 të tjera deri në 2030. Që do të thotë pensioni plot do shkoj 400.000 lekë deri në 2030. Këta që marrin 18.000 lekë. Ata që marrin 18.000 lekë, patjetër. Ato 5 vjetë ashtu. Po, meqense më pyete, pra, prandaj po ta them. Jo, rrosht. Shto. Mirë, Klodi, faleminderit shumë edhe juve për telefonatën. Ditën e parë. Iki me tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëro. Jam i banona Lumacit, të Beratit. Po?
kam blet dhe nuk më zhven ajo komisioni 10.000 lekë për koshere. Si është kjo? Të vjermet. Unë nuk e njoh këtë formulë, si është kjo, ma shpjego pak. Është një për kështu të për bonus, si e marrin për 10.000 lekë për koshere, nëse ke 50 bletë lartë. Aha, Vit dhe se për ke vit marrë. unë e kam marrë. Unë vit për vit e kam marrë si të vjerme me fjalë këtë vit që kaloi nuk e kam marrë. Po pse, ka ndonjë arsye? Nuk ka një arsye, do t'i marrësh prit, dhe ka kaluar një muaj gjys në i vend. Ne më të kujt është bërë aplikimin, emrin tënd që të pyes sipas emisionit, se thash nuk e njoh si procedurë, kërkoj ndjes, këtë sqaroj do se nuk e kam informacionin si funksionon. Më jep emrin dhe të pyes. Ferdi Doko. Kush? Ferdi Doko. Ferdi. Po, Doko. Banon në? Lumat Berat. Prodhon shumë mjalt? Prodhon? Prodhon shumë, them. Kam bit 50. Si thuhet, si urohet kur ke blet? Mot më shumë apo jo? Ushtofshi. Se di. Faleminderit. Okej. Faleminderit juve për telefonatën. Kemi kohë për tjetër? Nuk dëgjova. Okej. Mirë, kalojmë publicitet, në hapësirën e fundit publicitare për këtë transmetim të sotëm. Prostatol, zgjidhja e duhur dhe vetme për gjithë që keni probleme me prostatën, shi produkt si kundër thotë edhe mjeku 100% bimor, pa efekte anësore, pa ndërveprime ilaçe të tjera. Përdoreni, kthehemi pas pak. Kthehemi në studion në pjesën e 4 të fundit të programit, ora 8:30 vijon komunikimi me ju. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje Kodi. Urdhë. Desha të pyes, kam dhënë pension me ligjin e nëntokës minatorit, para 3 viteve. Pension marrë 300 gjithë shtesat më janë bërë. Quhet pensioni para kohë moshës se kam mbushur 65 vjet, jam me 42 vjet punë. Çfarë pjesë mund të marr kur mbush moshën 65 vjet? Çfarë do marrësh? Shtesën mbi atë se quhet pensioni pisëm kjo, për si është? Kur del në pension? Pension kam dal para 3 vjetëve. Jo, kur del në të plot. Të plot edhe pak muaj dal. Çiko, deri kur të dalësh ndoshta mund ndryshojnë një ligj, por deri tani nuk është se ka ndonjë shtesë specifike për këtë. S'ka shtesë, se quhet pensioni pjesëm e shojtura, si është shojtura atëre. Po nëse në vlerë akoma është i pjesëm për shkak të kohës që ke dalë. Po. Më kupton? Mirë, faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën, ditën e mbarë. T'jeni mirë. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kam gjyshin. Po. Dhe dua që... Ule zërin e televizorit, të lutem. Po, më falë. Po, s'ka gjë. Ule. Edhe dua pse mi del pensioni pjesëshëm. Ka dalë 60 vjet. 65 vjet në pension, 35 vite pune. Kur ka dalë, në cilin vit? Në vitin 2012. Urdhë? 19 mars 2012. Po kush tha që është i pjesëshëm? Po në dokumentat edhe lekët ku i marrë që i pjesëm, kur unë kishe vite e 5 vjetë. Shti dëgjë, më dëgjë pak. Më dëgjë pak. Po. Në letra mund të shkruhet ashtu, por në janar dhe në shkurt, çfarë shtesa është more? Në janar mora vetëm 10.000 lekë. Sa ke pensionin? Pa këtë shtesën? 150 e kash. Sa? 150. Në 150? Po. Jo, s'ka lidhje 10.000. Edhe në shkurt 10.000 lekë more? 10 mora. Edhe në shkurt? Atë që mora në janar edhe në shkurt. Po pra. Dhe sa ke pensionin? 200 e? Jo, 150, jo 200. Më falë, tha se dhe 150. 250. E po ti ke marrë 10.000 lekë sepse ke pension ruralit, ashur, prandaj. Po pse më quhet pensioni pjesëm? Po s'ka lidhje me i pjesëm, sido që tjetë, po nuk ka. Fakti që është rural, sido që tjetë 10.000 lekë është shtesa. Më kupton? Po jam dakord, po kur do pse më quhet pensioni pjesëm, kur unë vite kishe më shumë nga 35 vjet, edhe mosha 60 vjet kur dolla. Po. Nuk është element tregues ajo që shkruhet aty në letër. Sepse ka shumë persona të cilët kanë dalë me më pak vite nga sa duhen dhe aty te letra i shkruhet pensioni plot.
Më kupton? Po, ndërkohë nuk janë të plot ata. Ajo është thjesht një shkrim ashtu, është kot. Në kuptimin, sepse thash, ka persona që kanë dalë me 30 vite punë, ndërkohë që në atë kohë kur kanë dalë duheshin 35 vite ose më shumë, dhe ajo letra që thua ti kanë pensioni plot, po nuk janë të plot. E njëjta gjë si mund të jetë, po edhe plot po të ishte shkruar te ju i nderuar, fakti që ke marrë 10.000 lekë do thotë që ti je pensioni jot është rural. Në kupton, dhe pensioni rural shtohet me 10.000 lekë të vjetra. Sido që ti jetë i plot, i pjesshëm, i 3 çerek, më kupton, sido që ti jetë dhe i plot po të ishte, prap 10.000 lekë do merri. Unë të plot e kishe më zot. Po edhe një herë po të them, edhe të plot po ta kesh të shkruar aty, dhe fakti që mund të quhet, okay, hajde, po biem dakord që pensioni është i plot apo jo. Po, edhe vitet janë të plot. Bukur, bravo. Ti je në këtë situatë që e ke të plot apo jo? Por unë mua më shënoj të pjesën. O zotëri, edhe një herë, po ja pra ja, po them, ja të ndryshoj tani dhe të shkruhet i plot. Çfarë do ndryshoj? Unë nuk e di tash, po ato vite pse nuk më njojtën mbas mua. Unë kishe 42 vite. Cilat vite? Sepse ke dalë para 2012-s? Jo, me mars të 12-s. E pra, deri 2012-ën ja njohur 35 vite. Më vonë nuk njëshin vite. Jo, në 2014, pastaj u hoqa ajo pjesa e kufizuar. Po më dëgjoj pak, edhe me 40 vite po të kishe dalë. Po. Edhe me 40 po të kishe dalë, prap 10.000 lekë do merrje sot. Sepse është rural i nderuar. Sido që tjetë rurali i çfarë do lloj etiketimi apo përcaktimi, prap shtesa 10.000 lekë të vjetra është. Më kupton? Po mi më shtesa apo pensionit të ndoli aq i vogël, prandaj kam problem. Të doli aq se ishte ligji atëherë, prandaj është tjetër diskutim pastaj, më kupton? Se unë kishe vite shumë edhe e di, po prandaj është u penalizuat nga ligji ju atëherë. Po. Nga ligji i vjetër. Ligji vjetër, po, ai ishte. Po tash tutje mund të bëj shtesa apo jo? Kush e di? Jo, i nderuar, sepse ligjet e reja që janë miratuar nuk është se kanë atë fuqinë prapa vepruese, po themi. Janë funksionale për nga momenti kur dikush del në pension dhe më tutje. Po. Dakord? Po dakord, po hajde rosh atëre. Faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën ditë mbar. Presim tjetër, në 15 minuta të fundit të emisionit për sot. Tega mëçme. Oh, ikim me tjetër, Fation. 068 99 00 008 068 60 54 69. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ule zërin televizorit të lutem. E ula. Sigurisht mirë. Si jeni ju? Mirë. Ju uroj një ditë mbari dashur. Faleminderit edhe juve. Unë jam munduar para ca kohësh, jam një naftëtar i vjetër. Kam dalë në pension, edhe marr një pension mbi 400.000 lekë, mbi 400 më satem atë tjetër, edhe me 2 vite, 47 vite punë, po sikur u tha një herë i dashur që do merrni atë, do përjashtojmë nga ajo që do t'i mbajt këtyre 18.000 lekë. Tani si është puna? Merren naftëtarëve, metalurgëve dhe minatorëve, apo hoq prapë? Nga se do përjashtoheshit nuk e dëgjova mirë. Nga ajo që do t'i marrim ne, nuk ato 18.000 lekë në vjetër. Me rritje që u bë tani në janar? Po, me rritjen që u bë tani. Po sa keni marrë ju realisht? Unë asnjë lekë s'kemi marrë. Çfarë moshë keni? Unë jam mbi 65 vjeç. Po pse s'ke marrë? Po se ka dhënë se unë aty në fakt ligjin e kam lexuar vetë unë aty. Kur ke dalë në pension? Kam mbi 5 vjet. Me sa vite punë? Me 47. Sa e ke pensionin sot? Sot e kam 500 e ca. Po jo, nuk e përfiton ju i nderuar. Po sigur ishte një ligj ahere që përjashton naftëtarët, metalurgët edhe minatorët, apo jo? Po përjashtohen në rast se nuk janë, domethënë pavarësisht pensionit se si janë, më kupton? Por nuk domethënë përjashtohen nëse kalon vlera maksimale. Sepse pensioni plot shtohet deri në 400.000 lekë. Po. Më kupton? Pra deri në 2030 është thonë që pensioni plot do shkojë 400.000 lekë. Bukur deri këtu. Në rast se dikush qoftë ky minator, naftëtar, metalurg dhe çdo profesion tjetër i vështirë, e ka aktualisht 400 apo më shumë, nuk përfiton. Mirë, po sigur.
E dëgjojmë që përjashtoj që për ndëruan ata në fakt. Përjashtohen, po jo, nuk është ndrim ajo, përjashtohen, por jo ata që kanë 400 dhe më shumë, përjashtohet pjesa tjetër. Që edhe pse si kanë vite do përfitojnë. Dakord? Dakord, faleminderit shumë për telefonatën, shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Shlarguar. Pak çaste presim në këto minutat fundit të emisionit, 068 60 54 69 068 99 00008. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam interesuar për punën e pensionit. Po. Unë kam punuar në fabrikë pasurimi, në gravitacion. Si më fatë të vështira ati. Ne kemi pas pension me dalë qishë në të kohë 50 vjetë. Nuk në japi. Çfarë s'ti japi? Nuk në japi në të shtesë, në të përshinje në Çfarë moshe keni? Vështërsisë. Në jem 48 vjetë. Cilën shtesë të vështërsisë? Nuk e kuptova. Si e 1% që e vështërsisë, nuk në japi. Ku ke punuar? Në pasurim, në fabrikë pasurim. Sa vite? Në gravitacion. Sa vite? 35 vjetë, 30 vjetë. Kur ke dalë në pension? Dalë ka 4 vjetë, 3 vjetë. Ku jeton? Ulqis. Po mos e ke marrë atë 1% edhe nuk e... Ja, nuk e kam marrë. Çfarë kanë thënë? Jo, i tako, jo si tako, sa probleme kështu. Më falë, se të deshe. Ku drejtohem, se du të mu drejtohu keni institucion si janë special, si dikto ma mirë se... Po të sigurimet, po si e ke emrin dhe? Ismail Shyti. Ismail? Shyti. Emri babait? Dyle. Ku banon fix? Bulqiz, qytet. Okej. Faleminderit, do pyes. Po mirë, faleminderit. Gjithë mirat për ju. Shkojmë me tjetër telefonat që është larguar. Në 10 minutat e fundit jemi. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si kalon Klodi? Mirë si e? Jam një banor i fshatit Guras nga Pogradici. Ka marrë edhe përpara ka gati përpara janarit besoj. Po? Edhe kam një çështje toke në fakt. E kam marrë me certifikat, po më kam bërë problem në çështjen e asaj e hartës. Më kam ndryshuar hartë. Si ka ndryshuar hartë? Po është ndryshuar, do më nuk më kanë dhirë në vendin e dur, do më ku po e kam do më në tokën, po ka dalë vend tjetër do. Po pse s'ke bërë korrigjim aplikim? Po kam bërë, po nuk ma kanë aprovuar, nuk ma kanë pranuar, se është pak me problema ja pista aty. Kur thua nuk ma kanë aprovuar, çfarë kanë thënë? Po ka thënë kemi shurtuar çështjen tënde me radhë, kam një kërkesë këtu, më kanë illa akoma tash, po nga që është edhe kështu ti në Klodi, e kanë marrë me koncesion domethënë një pjesë edhe i del personi tjetër në fjalë domethënë. Jo, tokën realisht kush e përdor sot, kush e punon? E kemi punuar neve dikur domethënë. Tani. Tashi nuk e ka marrë asnjëherë domethënë. Asnjë nuk e ka. Pa e kemi certifikat pronësie. Po e kam, po më është ndryshuar harta domethënë. Po sot çfarë do të atë pronë, pra kush e përdor? Ti shkonte prona sot? Jo, nuk shkoj dot sepse janë rrethana ashtu i kanë dhënë me koncesion me këtë paketë. Po të dhënat e tjera në certifikat pronësie korrespondojnë me... Jo, nuk korrespondojnë, domethënë, vetëm me kështu me AMTP domethënë. Se di, se mbaj mend kur më ke marrë apo jo, po megjithëse më thua që më ke marrë, më ke sjellë një dokument në atë kohë kur më ke telefonuar apo jo? Jo, nuk të kam sjellë. Po ti thaj do të mbaroj ajo procesi aplikimi, më ke thënë. Ky aplikimi ka kohë që po duhet më nisësh. Kam diskutuar edhe me drejtorin, po më duhet të më nisësh ndërruar dokumente që ke, aplikimin, përgjigje, certifikatën atë që ka dalë hartën poshtë. Më nis edhe të pyes. Në ku ti në çfarë vendi ti? Të rrjetet sociale i përdor? Po vetëm Facebook kam në fakt. Po më nis Facebook te Klodi Karaj atëre. Në rregull, po ti nis aty. Okej, në rregull, shumë faleminderit. Faleminderit shumë edhe ty për telefonatën. Ditë mbar. Presim tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Royal.
Mirëmëngjes. Nga Tirana flas. Po. Të kam shkruar edhe në rrjetet sociale. Jam Vangel Qeraxhi me atë adresën për legalizimin e pronës. Ku më ke dërguar? Po, të kam dërguar tek... Ku? Te Instagrami të kam dërguar që më kërkove edhe aplikimin e fundit që kam bërën. E kam të një foto. Instagram apo Facebook? Zë? Instagram apo Facebook? Instagram. Me emër? Me emër Vangel Qeraxhi. Këtë apliku në fund fare me data 25/9/2025. Emri i personi që ma ka nisur në Instagram, kush ma ka nisur? Unë jam Alma Qeraxhi. Po. Tani u kujtova. Një sekund. Po e kam quar unë këtë që në datën 6 shkurt, me të drejtë nuk kam marrë përgjigje, Alma. Po i pyes një herë sot, edhe të shkruaj. Po, Vangel Gaqo Qeraxhi. Të pyes edhe kanë dhe diçka tjetër. Patjetër. Pensionin tani që mora, unë kam dalë në korrik të 2025, pensionin tani në muaj shkur që mora, nuk e mora të shtesën për 18.000 lekë, se më kam pension të plot. Janarin e mora? Nuk e mora. Janarin po. Sa more në janar? Sa lekë? Ato zonja? Dëgjoj pak. Unë kam 270, mora dhe 18-ën. Alba. Në janar, sa more në total, bashkë me shtesën? Bashkë me shtesën? Po. 280 e sa? 280, lërë 280, s'ka gjë. Për ta kuptuar. Në shkurt sa more? Nuk mora. Sa more? Zonjët më tha nuk të takon sa. Alma. Po. Ku shkon të dëgjoj këngën e lëm për gjysëm? Dëgjoj tani. Sa more në shkurt pensionin? Sa lek në total? Ato 270-ën. Si 270? 80? Jo, nuk e mora 80. Vetëm sa e kisha unë pensionin tim bazë, sa shtesën. U riktheva po prapë te? S'ka mundsi. Po. Nuk të takon zonjë sa mua vetëm një herë ato jetë kjo. Po pra. Jo muaj për muaj ta. Edhe një herë po vazhdon ajo. Domethënë nëse në janar ke marr 280, prap 280 do vazhdosh marrë, 280 në mars, 280 në prill, 280 deri në dhjetor. Jo. Po s'ka mundsi pastaj. Jo për zotin, jo. Po mirë, dakor, do ta verifikoj, do pyes. Dakor, vetëm emri babait më thuaj. Ramazan. Mirë, faleminderit. Faleminderit ju. Ditë mbar. Ditë të mirat. Kome tjetër, alo, përshëndetje. Alo, mirëmjes. Po, mirëmëngjes. Shiu grit. Mirë si jeni. Mirë. Mu nga dalë gruja në pension në mars të 2025. Okej. E kom pas me kem 18 vjetë. Edhe, kur më lera dokumentacionin në atë kohë që dolin kem 2006, vit 88, 89, 90, 91, ka qenë guzhinjere, nuk dërgu njëtër se ishin djek për efekt dhe informacion që ishin djek dokumenta. Po? Edhe zëra në pension pleshërije në mars të 2025. Okej. Pension kemp invaliditeti merde me gjithë 35.000 lekshin, 232.000 lek. Bukur. Në pension pleshërie, shkoj 264. Okej. Edhe tani, shtesa nuk i ka artas 5.000 lek, as 10.000 lek, as 17.000 lek. Po. Për efekt se ishte pension i pjesëshëm, dilte 37 muaj. Po, ka qenë më shumë se sa 37 muaj në 2025 dhe është pension i pjesëshëm. Po, edhe kërkova, shkova, bona një kërkes. Po. Për vitet që kanë qenë të paregjistrume, 88, 89, 90 edhe 91. Po. Pra 3 javë nuk mu ka kthyer asnjë përgjigje. Përgjigja do të vijë, është çështje ditësh. Është çështje ditësh. Në rast se vjen përgjigja, po. Në rast se ato vite do të njihen po pra, por aktualisht me kaq vite sa ka dalë zonja nuk përfiton. Po, ato e konfirmova që nuk i takon si. Po, nëse këto vite do arrish ti gjesh, patjetër që po. Po tani nuk njihen këta vite punës që është djeg dokumentacioni?
Vështirë, përveç se me gjykatë jo. Përveç se gjykatë, pa ka dalë ligji që njihen ata vite pune. Por ish kooperativat bujësore. Po në kooperativë bujësore. Po. Në kooperativë bujësore. Në kooperativë bujësore ka qenë kuzhinjeri, në kooperativë bujësore. Më dëgjoj pak i dashur. 32. Edhe një herë. Urdhna. Ligji një vitet e personave të cilët dalin në pension, jo që kanë dalë. Më kupton? Po. Ata që kanë dalë njihen vetëm nëse i gjenë me gjyq, dhe jo me ligj. Ajo ka dalë 2025, 12 mars 2025, me 12 mars ka dalë ligj që njihen nga vitet e punës. Po do ishin njohur atëherë. Po si ka njohur pra? Po pra. Si ka njohur se nuk është subjekti i ligjit, është për kooperativat bujësore, jo për kuzhinjerë, është për kooperativat bujësore, për njerëz që kanë punuar. Kooperativë bujësore pra se ka qenë kuzhinjerë në kooperativë bujësore. Kooperativë bujësore që kanë punuar në bujësi, o i dashur. Jo që ka... Po jo pra jo. Po megjithatë, në rast se ti do arrish të gjesh që nësi ka forma apo mënyra, ti do përfitosh pastaj sepse i bie që ta ketë pensionin e plot. Se për një muj kom besimin. E di, e ka humbur edhe për një ditë në fakt, por ç'të themi. Po thash, nëse ti arrin të gjesh këto vite, je pjesë e përfitimit, pasi e kalon atë periudhën me... Nuk prish punë sepse ka dalë pension dhe ka marrë pensionin? Jo. Por kam dyshimet e mia që mund të gjenden përveç se me gjykat ato. Me gjykat pastaj nuk është se ja vlen. Mund të gjenden për dënotën, e? Aty pastaj shpëtove. Lodi falnej për respektin. Të lutem. Falnej për respektin, ka një javë që mundon të kap. Ja ku jemi. Faleminderit. Shumë faleminderit dhe juve, ditë mbar. Faleminderit vërtet, ju dhe gjithë tjerëve që u bë pjesë e programit sot. Ne i takojmë gjatë ditës në lajme dhe nesër në emision Ditë Bukur Gjithë.